ata. Edhe burg Peqinit. Edhe në Peqin. Jo, u tham burrë. Jo, unë përjashtova, pra unë Spakun e përjashtova në gjykimin tim. Nuk ka Spaku në Peqin. Spaku nuk është abuziv në tim. Ose burrë. Nuk është abuziv për masë. Ne s'po themi për këta persona. Kjo është relacion flas me drejtorët e burgut, na mbytën me njerëz për herë të parë. Kemi po. Avokat, ju si keni lexuar raportin e publikuar nga prokurori e posaçme? Ju lutem, unë e lexova raportin e SPAT, po ndër të tjera më ka bërë përshtypje sepse ata mendojnë se ekzistojnë. Janë të shantazhuar nga krimi, politika e këtij. Pra, raportin e tyre ata ka paraqitur që janë të shantazhuar të ekzistojnë. Atëherë, unë di nga kush kërcënohen dhe nga kush ata rrezikohen, po ju them diçka që kjo është tashmë evidente. Ju aty keni dy prokurorë, të cilët ka qenë prokuror kanë njëri ka qenë tek shkrimet e rënda, ai shkrimet e rënda dhe tjetri në prokurorin e Tiranës, të cilët kanë kërkuar edhe dënime me burgime të përjetshme, ku gjykata dhe mund të ketë pranuar, dhe ja ku janë aty sot dalin në Tiranë dhe punojnë dhe askush nuk i ka kërcënuar. Kështu që të ndihet i kërcënuar prokuror Spaku, që merr 9.000 euro rrok merr Altin Dumani, 8.000 euro rrok në muajin e 90.000 euro në rrit Altin Dumani. Po sot pastaj edhe familjarët e tij që ruajnë me stokë të shmeran, që shkon 10.000 euro. Që na thon tani ne, që ne jemi të kërcënuar nga politika dhe nga krimi, do trisht. Po nuk e bën dot punën e prokurorit, lëre se ka të tjerë që nuk kanë frikë. Nëse ju këta mendojnë se i keq qytetarëve, sepse thonë se ne jemi të kërcënuar, unë këtë që e refuzoj sepse sot në shtëpi, ka prokuror, ka dhe gjyqtar, gjykatare të apo prokuror të prokurorit apo që kërkojnë dënime me burgime përjeshme dhe gjyqtarët japin burgime të përjeshme dhe përsëri lëvizin pa sport edhe lëvizin pa shoqëri. Kështu që Spaku, nëse nuk e bëjnë dot atë punë, e për sa i përket ata 9 vjeçar që ata kërkojnë të zgjatin, edhe diçka tjetër. Puna matet me rezultat. Nëse rezultati i tyre është deri tani, atëre në fund të mandatit të tyre. Okej, ka një shkëputje, do lidhemi me një herë me zërin Cagrani. Jemi? Me njofton regjia? Okej, zërin Cagrani. Po, ju gjoj. Po, përfundojeni. Kemi 20 prokuror të posaçëm, të cilët puna e tyre aty, përveç 3, 4, 5, nuk i di atje çfarë punë bëjnë aty. Kanë dosje të tëra aty, për 4 vitesh dhe 5 vitesh që po jetojnë, dhe ata nuk i kanë përfunduar. Dhe kërkosh mandat tjetër, mua më duket absurde. Ja ku e keni zotin Kuqi, aty ishte prokuror dhe zotrin tjetër ishte prokuror. Të më thot mua, a është e mundur që dikush nga jashtë mund të hyjë sistemi prokurorisë dhe të tjeni dosë. Është një absurditet. Të ta diskutojmë në pjesën tjetër e emisionit. Tani më dëgjoni. Sepse që tu thuash publikut që mua më kanë vjedhur filmeti dhe më kanë vjedhur dosjet, kjo është e papranueshme dhe pabesueshme. Prandaj po them që prokuror e Spaku duhet kur të bëjë raportet e tyre, bëjë raportet të bazuara mbi punën që kanë bërë e jo mbi pretendimet që ata kanë, sepse ndjejnë presion nga publiku, ndjejnë presion nga krimi, apo ndrejtë nga politika. Në të gjithë botën, politika është një luftë të hapur me prokurorin. Dhe kjo nuk është çështje shqiptare, kjo është çështje europiane, po desho t'ju edhe me shtetet e tjera. Prandaj them që prokurorët që mendojnë se ndjehet të shantazhuar nga mediat, apo ndjehet të shantazhuar nga publiku, atëherë nuk e përbaloj. Është shumë bukur të hapin atë punë dikush tjetër që ne sipër edhe shantazhin, edhe presion politik, edhe presionin e politikës. Kështu që jemi në këtë pikë tuaj. Prandaj që unë jam kundër politikimi që unë
do punën time, e ndjeni presionuar. Po falni, po qytetarët, ndjen të presionuar që ju i bajnë, që ata i bajnë në 2 vite në paraburgim, edhe akoma nuk u skurojnë atyre, nuk i marrin akoma në akuzën të pandeu, ka 2 vite zoti Amletaj, që i ka në proces penal. Po t'ishte në Shqipëri, a i do ishe 2 vite paraburgim. Ka 6 muaj paraburgim, zoti Amletaj, presidenti, dhe askush nuk kujtojë, tore, çfarë po bëhet me këtë? Drejtuesit e lartë të shtetit. Okej, Cagrani. Po, 6 muaj. Prandaj ndjekja penale në Shqipëri nuk është ndjekje penale në shtetit të drejtën, është ndjekje penale në shtetit bolshevik e shtetit thashë një tjetër e vite para viteve 90. Dhe para viteve 90 nuk ka qenë kështu ndjekja penale. Ka qenë më ndryshe. Prandaj mos ta ankohen prokurorët se i kanë të gjitha kushtet, i kanë të gjitha beneficet, i kanë të gjithë për krahën dhe tani na bëjnë ne raporte që ne ta të qytetarëve që ata ndjen në presion. Kjo është e papranueshme. Okej. Ndërkohë shikoj të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare në pjesën e dytë do diskutojmë më tej lidhur me këtë çështje, por edhe se çfarë ndodhi më 12 mars që ngriti sirena të alarmit nga prokuroria e posaçme. Shumë shkurt publicitet dhe rikthehemi në studio.